pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. Presioni dhe tensioni. Dhe ai, duke qenë në agoni, lutoi edhe më fort, dhe djersa atij që po i binte si pika gjaku të mpiksur që binte mbi dhe, u ngjilli sipas Lukus kapitulli 22, vargu 44. Presioni dhe tensioni ose do t'ju formojnë, ose do t'ju shkatrojnë. Kjo varet nga ju dhe nga mënyra se si reagoni ndaj tyre. Parimi i presionit në natyrë është përshkruar në ligjin e termodinamikës, dhe ky parim i presionit rezulton në shumë mrekullira në natyrë. Për shembull, guri më i çmuar në botë, diamanti, është rezultati i këtij presioni. Depozitat e karbonit në thellësitë e tokës reagojnë ndaj nxehtësisë intensive dhe presionit duke mundsuar këto copëza gurësh joshës. Kjo u demonstrua vite më parë, kur korporata General Electric prezantoi sintezën e suksesshme të diamantëve. Shkencëtarët e morën karbonin dhe e vunë në një presion prej më shumë se 1,5 milion kilogram për çdo 0,006 metra katror sipërfaqe, në një temperaturë prej 2700 gradë Celsius për të prodhuar diamantin artificial. Shumë arritje në shekullin e fundit kanë qenë rezultati drejt për drejt i presionit. Goma juaj e makinës, shpërthimi një lënde djegëse në pistonin e një motorri, madje edhe copëzat që mbajnë hapur një arterie të bllokuar në zemrën time. Të gjitha këto funksionojnë në bazë të parimit të trysnisë. Vetë jeta varet nga presioni, duke filluar nga shtytja e një foshnje ndërsa niset që të vinë në këtë botë e deri tek presionet që e vënë në funksion botën e biznesit. Jo të gjithë presionet janë të dëmshme, por disa janë. Presioni shkakton fryrjen e gomës së makinës, por shumë presion mund të bëjë që goma të shpërthejë. Presioni krijon diamantin, por shumë presion e copton atë. Presioni i ushtruar në vendin e duhur mund të ndalë gjakderdhjen e një prerje të thellë dhe të shpëtojë një jetë, por presioni në vendin e gabuar mund ta marrë jetën. Po ato presione të pakuptimta në jetën tuaj, si ndikojnë ato tek ju? Qindra mesazhe që më vijnë flasin shumë rreth presionit sot. Presione në botën e biznesit, presione që i bëjnë martesat të shpërbëhen, presione që i bëjnë të rinj ta hedhin tutje gjykimin e drejtë me qëllim që të jenë të pranuar nga bashkëmoshatarët e tyre, presione që na nxisin vazhdimisht. Disa vite më parë, 3 biznesmen vendosën që ta hiqnin qafë presionin dhe tensionin një herë për gjithmonë. Ata i shitën ato që zotronin, i lanë punët me paga shumë të mira dhe lundruan drejt një prej ishujve të detit jugor. Ata i shijuan pushimet për 1 muaj dhe më pas filloi marrëzia. Ata vendosën të ngrinin një hotel së bashku ku turistët pushonin. Hoteli u ndërtua dhe brenda pak muajve, treshja e shpërngulur e biznesmenëve mësoi se mund t'i këmbesh presionet në këtë botë të mërzitshme, por nuk mund t'i shpëtosh atyre. Dhe çfarë bën presioni? Prodhon tension, dhe mënyra se si e përballni tensionin përcakton nëse presioni do t'ju formojë apo do t'ju thyej. Tensioni nuk është gjithmonë i dëmshëm. Tensioni në telin e një kitareje lejon që nga majat e gishtrinjve të një artisti të dalë muzikë e mrekullueshme. Tensioni në urën e varur e lejon atë ta kapërcej hapësirën e madhe poshtë saj, dhe tensioni në jetën tuaj mund t'ju motivojë të keni sukses. Por kur ju jeni në një presion shumë të lartë, tensioni bëhet i padurueshëm. A keni menduar për marrëdhënien me Perëndin në mes të presionit dhe tensionit që lidhet me këtë? Perëndia nuk është një valvulë sigurie për njerëzit e dobët që nuk mund ta durojnë presionin, por ai është një stre, një at i dashur që do t'ju forcojë. Më pas ju mund të bëni atë që ai ju kërkon. Kur ju i tregoni atij se me se po përballeni, është mahnitse se si ai do të sjellë mendimet që nuk ju kanë ardhur asnjëherë në mendje. Në disa raste do ta dëgjoni atë t'ju thotë me butësi: "Hidhe barrën tënde mbi mua. Ti po mban një barr që është shumë e rëndë për këdo." Presioni dhe tensioni vijnë për të qëndruar, por edhe hiri i Perëndis që ju lejon të mbani kryqin dhe të mbështeteni tek ai. Ky është ndryshimi. Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radioviz7.net.